Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Elusë Allahun të jeni mirë. Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famlar, në ajetin e parë që i ka zbritur profetit a.s. i thot, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi gjithçka. Duke na thënë ne kështu që leximi është çelësi i parë që hap derën e rrugëtimit tonë drejt Allahut të madhëruar. Të lexosh Kur'anin apo jetën e profetit a.s. ka për të ndihmuar ty në rrugëtimin tënd drejt Zotit. Një besimtar i cili e di se kush është Allahu, është një besimtar i cili ka bindje tek Zoti. Ti të lexosh me qëllim që ta njohësh Allahun dhe ta shtosh dashurinë për të, është prej qëllimeve më të mëdha dhe themelore të jetës së besimtarit. Ta lexosh Kur'anin me qëllim që ta kuptosh atë dhe ta kuptosh mesazhin se çfarë Allahu ka dashur të të thotë ty, është prej ndereve më të mëdha që mund të bësh vetes tënde. Të lexosh me qëllimin që ta ngjallësh zemrën tënde dhe ta forcosh atë në rrugëtimin tënd drejt Zotit, është një dije e cila do të bëj dobi ty, jo vetëm në këtë botë, por dhe në botën tjetër. Të lexosh, të kuptosh, të meditosh në Kur'anin famlar, do të ndihmojë ty ta njohësh Allahun më shumë. E kur e njeh Allahun subhanahu wa taala, e shton dashurinë për të. Sa më shumë e lexon Kur'anin me bindje që ta njohësh Allahun, aq më shumë ke për ta dashur Zotin ti. Se do ta njohësh atë se kush është. Se me sa mirësi dhe mëshirë të trajton Allahu ty. Se sa begati të shumta të ka dhënë ai. E këto ti nuk mund t'i dish nëse nuk lexon për Allahun. Nëse ti nuk e njeh Zotin, kurse si nuk mund të dish se është Allahu ai i cili ti ka zbritur ty gjithë këto mirësi. Lexo me qëllim që të ngrihesh me grada dhe të njohësh Zotin, e jo me qëllim që ta forcosh egon. Ibn Qayyim rahimahullah, prej dietarëve më të mëdhenj në Islam, thotë një dije e cila ta forcon zemrën edhe ta drejton atë drejt Allahut është një dije e dobishme. Çdo dije e cila ta afron tek Allahu është një dije e dobishme dhe merre atë, kudo që ta gjesh. Çdo dije që ta largon prej Zotit, ta prish zemrën, ti mbyll ty dyert e kuptimit, ta largon zemrën tënde nga Allahu, ta fton zemrën tënde nga dashuria ndaj Zotit dhe të largon prej adhurimeve, është një dije e dëmshme. Dhe ti nuk e pse e do. Që zemra jote të ketë vend për dije, duhet ta boshosh atë nga shumë dije të padobishme, nga shumë gjëra të cilat nuk të përkasin ty, nga shumë muhabete e thashë theme që nuk janë për ty. Merru vetëm ato çështje që ty të duhen vërtet. Njihe Zotin, njeh atë se çfarë është e dobishme për ty për punën që bën, apo për marrëdhëniet që ke me njerëzit, apo biznesin që ke. Njihi këto, sepse Allahu e do atë besimtar i cili është i ditur. Por për gjërat që s'të përkasin ty, për thashë theme të kota, kur ulemi me orë të tëra dhe përgojojmë njëri tjetrin, këto janë dije që ty nuk të duhet. Ti nuk duhet të dish se çfarë gjunaje kanë të tjerët. Të mjaftojnë gjunajet e tua. Ti nuk duhet të dish se sa mangësi kanë të tjerët, se të mjaftojnë mangësitë e tua. Ti duhet përpiqesh të marrësh atë dije e cila do të ndihmojë ty në marrëdhënie me Zotin. Të mësosh se si adhurohet Allahu më mirë, se si ta bësh veten tënde më të dobishme për njerëzit, për familjen tënde. Vetë të lexosh që të kesh një vetë perceptim të mirë për veten tënde fillimisht. E natyrisht, një besimtar i mirë, i cili lexon për Allahun e madhëruar dhe e kupton qëllimin e tij në këtë botë, është një besimtar i ditur i cili nuk lëkundet lehtë nga cilado ideologji apo filozofi që mund t'i përplas dynjaja. Një besimtar i cili ka njohuri mbi Allahun, mbi fenë e tij, mbi Islamin, është një besimtar i cili është i kompletuar. Është një besimtar i cili mund të bësh muhabet me të dhe mund të kuptohesh shumë lehtë. Kur Allahu do që t'ja mësoj Islamin dikujt, ja hap atij zemrën dhe ja bën më të lehtë kuptimin e fesë. E natyrisht, edhe logjika jote ngrihet në një nivel shumë të lartë. Ndodh ndonjëherë që ne në biseda me ata që nuk e besojnë Zotin, që mund të jenë ateist apo i përkasin një feje tjetër, nuk kuptohemi. E ndonjëherë dhe ezitojmë të flasim me ta, sepse e dim që ndoshta s'do kuptohemi me ta, apo do keq kuptohemi me ta. Por ti kur flet me një besimtar, nuk ke frikë se keq kuptohesh, sepse ti beson të njëjtën gjë që beson ai. Dhe ju keni njohuri mbi Zotin tuaj, sepse keni lexuar Kur'anin, dhe Kur'ani është i njëjtë si për ty dhe për atë. Dhe dëshira juaj është e njëjtë, që të arrini xhenetin. Dhe qëllimi juaj është ta kënaqë Allahun. Kështu që ti nuk ke pse keq kuptohesh me një besimtar. Ndonjëherë që ti flet me dikë dhe ai s'të kupton ty. Dhe ky është një person që nuk e njeh Allahun. Ama kur ai bëhet besimtar, kur Allahu ja hap zemrën atij dhe ja bën të lehtë kuptimin e fesë, kur i flet të njëjtat gjëra që i ke folur para asaj periudhe të besimit, para periudhës së besimit, ai të kupton shumë mirë.
Që ndodhi me këtë person? Ky është i njëjti. Vetëm se Allahu ja hapi zemrën atij dhe ai e pranoi Islamin. E njësoi Zotin. Allahu subhanahu wa taala ja ngriti këtij person logjikën akoma dhe më lart. Zoti ja bëri kuptimet e këtij akoma dhe më universale. Zoti ja hapi zemrën që ta kuptojë të vërtetën. Dhe kjo është mirësia e një besimtari i cili ka njohuri mbi Allahun. Nëse dikush të ndalon në rrugë, edhe të pyet kush është Zoti jot? Kush është Allahu? Çfarë është Kurani? Kush është Muhamedi alayhis salam? Nëse dikush të bën këto pyetje thelbësore të fesë tënde, si do të përgjigjesh nëse nuk di? Nëse nuk ke njohuri mbi këto gjëra. Prandaj ty si besimtar, me patjetër duhet të kesh këto njohuri bazë, të cilat janë elementet thelbësore të Islamit. Elu Zotin e madhëruar që të na shtojë njohurinë për të e dashurinë ndaj tij. Elus Allahun e madhëruar që të na ndihmojë në rrugëtimin tonë drejt tij e të na forcojë këmbët në fenë e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.